Së seancës së sotme e kanë vendosur tashmë ata të rinj dhe ato të reja të cilat kanë mbushur sheshet prej 4 ditësh dhe po protestojnë. Rendi i ditës së sotme është kërkesa për dorëheqjen e një qeverie të krimbur nga krimi e të kalbur nga korrupsioni. Rendi i ditës është kërkesa për shfuqizimin e ligjeve grabitqare për investitorë strategjik, për paketën e maleve, për ndryshimet që i keni bërë ligjit për zonat e mbrojtura. Ky është rendi i ditës së sotme. Mos e vazhdoni më këtë teatr patetik. Nga njëra anë sultanati, që i lëshoi disa nga jeniçerët nëpër media për t'i fryrë zjarrit të komplotit kundër perandorisë, nga ana tjetër kryegjyshata, që ka rënë në një gjumë të thellë letargjik e zbëzan, një gjumë të paqt dimëror, siç i ka hije moshës së tretë. Shqipëria po zihen nga entuziazmi, Shqipëria po e lë pas të shkuarën. Në atë foltore duhet ishte Edi Rama dhe të jepte llogari për kërkesat e protestuesve, jo ju që llomotisni e që bluani në përdhëmb konflikte të stisura. Prandaj, të nderuar koleg, ju bëj thirrje që të kërkoni thellë brenda jush se ndoshta zbuloni dinjitetin dhe indinjatën e fjetur dhe sot të flisni për kërkesat e protestuesve. Është një shprehje që thotë që e vërteta na bën të lirë dhe më besoni ka një të vërtet gjigante në thirrjet e protestuesve Ramanburg, Berishanburg. Dhe është kjo e vërtet, të nderuar koleg, që do t'ju çliroj edhe ju nga diktati i sultanatit dhe i kryegjyshatës. Dy fjalë për të gjithë dashnorët e Flamengove dhe të Pelikanit Kaçurel. Ti, Gjergjinski, atje, Lenini, nuk mund të dhimbë se Pelikani Kaçurel dhe Flamengoja, ditën kur këta kanë nxjerrë fonde për t'i ndruar me terapi hormone seksin fëmijëve. Dakor? Fëmijëve tanë, që të gjithëve. Me taksat tona, që t'u dhimbë se na shumë. Atë sheshin që e ke plot atje ti e bashkëpunëtori i tyre. Atë sheshin që e ke plot atje 67% njerëzve i ke demokrat. Të ekspozuar votues të Partisë Demokratike, drejtues strukturave të Partisë Demokratike. I ke marrë dje, atë protestën, nxjerr një ashtu dhe e bëni vetë. Ju a bën ky këto, PR-in. Rama dhe Berisha njësoj të dy në burg. Ti. Dakor? Dhe ca qindra për atyra 10 i ke sjellë Kselia Partisë Demokratike, marksista leninista të vegjël. Tash ta dish një gjë. Ka Joselia atje, Marksi ka një faturë pa paguar. Shpaku faturë e vjetër. Paguhet me varre pa eshtra dhe eshtra pa varre. Ti, komunistuc i vogël, jashtë kohë, krysh oficeri, shefe kuadri, ku çka kanë qenë nga këta të vegjëlit. Dakor, çorra, topellor, çfarë jeni ju aty që vazhdoni thoni Marksi dhe Lenini, kundër imperializmit, mirë është mos vish ta paguash, ti do ta paguajnë këta. Këta që së ndjehen diçka din. Mama, në qoftë se do ta hapësh këtë lojë, ne e hapim, nuk është problem, po ty nuk të leverdiz. Gjëja e vetme që ke bërë djeti, duke çuar njerëzit atje, është që 3 çerekun e sheshit e ke larguar, se të kanë treguar sigurisht se nuk je ti organizatore, se është protestë qytetare ajo. Dhe në qoftë se thuhet jo politikan, ti jo i pari. Sepse akoma me qorrat paraardhës, Gjergjinskin, Leninin, Stalinin paraardhës, dakor? Akoma sot vazhdojmë paguajmë dëmin e tyre, e quan këtë popull në uri dhe në tallon. Kështu që me kujdes herë tjetër dhe me batutat dhe me të gjitha. Forcët përgjigjen prapun. Atëre, me qenë se këtu ndodh shpesh në fakt që nga të dyja krahët të më referohen mua dhe lëvizjes bashkë si marksistë, leninistë, Gjergjinski, Lenini, Stalini e më thetë thash, dua t'ju them dhe t'ju qartësoj që ata të rinj dhe ato të reja që protestojnë atë shesh nuk e njohin Marksin. Ata të rinj dhe ato të reja që kurse kanë hapur syt në maternitet kanë parë Sali Berishën, që kurse kanë filluar të flasin dhe të hecin kanë parë në pushtet Edi Ramën,
Prandaj, lereni Marksin dhe Leninin. Ata të rinj dhe ato të reja nuk e njohin dhe nuk protestojnë as për Marksin, as për Engelsin, as për Nietzschen dhe as për Feuerbach. Ata të rinj dhe të reja protestojnë kundër jush, kundër dëmit që i keni bërë këtij vendi, kundër shkatrimit, kundër paktit tuaj me oligarkët, që i lindët ju dhe i shqenjë këta tani. Prandaj dilni dhe jepuni llogari, dhe ju mund të vazhdoni pafundësisht me batuta të dala boje. Unë kam lindur pas i vdiqen veri, dhe unë s'dua t'ja di fare për atë kohë. Unë dua t'ja di për këtë kohë, çfarë jeni duke i bërë popullit shqiptar sot, të gjithë ju, për 35 vjet, që duhet të mbani përgjegjësi dhe keni dhe fytyrë të na drejtoheni ne. Zoti Ministër, keni fjalën, zoti Lamallari. Ju lutem, zoti Strazimiri, nuk ka replik mi replik, sepse ju drejtuat, ju lutem, zoti Strazimiri, ju lutem uluni sepse ju nuk ka replik mi replik. Ju lutem, nuk ka replik mbi replik. Ju lutem, uluni. Ju lutem, uluni, zoti Strazimiri. Zoti Lamallari, keni fjalën. Ja kam dhënë fjalën ministrit. Ja kam dhënë fjalën ministrit, lutem. Uluni, ja kam dhënë fjalën ministrit. Lutem. Fjalën e kam ministri Lamallari, lutem. Të lutem, ju lutem, nuk do ta shkelim rregulloren. Ju lutem, zoti Strazimiri, uluni. Mirë, uluni në vend. Uluni në vend, ju lutem. Zoti Berisha fjalën për replikë, për replikë më falni, zoti Berisha 1 minutë, ju lutem, për replikë. Edhe replikë. njëherë denoncoj me forcën më të madhe qëndrimin stalinist Edi Rams për të organizuar antimiting në Vlorë, që ka përbën një akt të shëmtuar kriminal. Kriminal! Ndaj dhe merë një masa të anulloni kundër mitingu. Kjo është, po garantoj shërptorët e qeverisë, se kur, as i forcë në botë, nuk më poshtë do të këte opozitë o mjeran. Dhe se opozitë e opozitës është shërptorja më e shpifur e qeverisë. Loja ndyrë e Edi Rams. Harroj kush, se ne do pajtohemi me aktet e Edi Rams, me epitetet të tipit të Spiro Koleks, Enver Hoxha, Xhenatit Rama, që u ven protestuesve paqësor, topat e ujtë, që përdor kundër nënave me fëmijë. Po, e gjujti foshën karros, nuk e pat ju. Prandaj dhe, sepse partia e krimit ju ka vu një fashë për para. Prandaj, të para që do të griheshin sot këtu. Pra, këto janë të gjitha. Nuk ka asgjë që mund të devjoj këtë forcë politike. Asgjë. Që do qëndroj e pal kundur në parime dhe... Faleminderit, zoti Balla ka kërkuar fjalën për procedurë. Zoti Berisha, shoh që insistoni me padurim që të merrni pjesë në festat e 35 vjetorit Partisë Socialiste. Ne kemi një kalendar të parashikuar të festave tona. Sigurisht që ju nuk mund t'jeni i ftuar në
ditëlindjet e Partisë Socialiste, as në Vlorë, as në Tiranë, as gjëkundi. Ne ju kemi mundur 15 herë nga 20 beteja elektorale. Me Edi Ramën, kryetar të Partisë Socialiste, ju kemi mundur 8 herë rresht në 8 përballjet e fundit. Do ju mundim përsëri pas një viti në zgjedhjet vendore, do ju mundim dhe në 2029. Prandaj diversionin tënd, se nesër në Vlorë, pas kemi ne anti-miting, ne kemi një fest ditëlindje. Dhe populli i Vlorës është kryeqyteti i Partisë Socialiste. Dhe pa dyshim, për Artur Sheun ti pyete këtë, se Artur Sheu e ka çuar në Vlorë këtë. E di fare mirë ky. Me makinën Artur Sheut ka shkuar në Vlorë, po e di fare mirë. Pyete. Kështu që mos u nxehni. Merreni me qetësi, siç ju kemi mundur, do vazhdojmë t'ju mundim përsëri, dhe ndërkohë bëni mirë që të vini mend se nuk po ju kupton askush. Zotëria del edhe thot mbështesim investimin. Gjë që tregon të paktën kulturë shtetërore. Dhe sa i përket investimin në Zvërnec, jo ju, edhe ju tjerët atje në fund sallës. A investim do të realizohet se Shqipëria nuk e ka as shansin, as luksin e keq të humbi këtë investim. Është një investim historik, i cili do ta vendosi Shqipërinë tonë të përbashkët aty ku na takon, në ligën e kampionëve të vendeve me turizëm të zhvilluar. Ata që dalin kundër këtij investimi nuk i shërbejnë interesit vendit. Pushati, që se po flas me këton, po nuk merr me ty, po merr me këtë tash kur të vi koha të merr me ty, ka marru punë. Tani e fundit. Prandaj tregoni me një qëndrim. Dilni këtu dhe thoni, jeni pro investimit apo kundër investimit. Kaq. E gjithë diskutimi bëhet për këtë. Ne jemi pro investimit sepse mbështesim investimin. Zoti Berisha, ju lutem kërkoj mirëkuptimin tuaj, me qënë se ma bët një nder sot, ju lutem, sepse fjalën për replik. Edhe një herë. Dekoratat e turpit në partinë e krimit në Degën Vlorë u shpërndan par dje. U dekorue famozi Mezan Malaj, Malaj tjetri me radhë, dhe ky është mashtrim publik që bëni. Po, tani thoni se u kuptoni ju, sa ju thot do shkoj në fshatu, do shkoj në fshatu në atje tani jam këta po jo. Edhe u përmallon gjoja, edhe sulen me qelë gojë. Bënim ledhje 4 orë, s'flisi do të një fjalë si me qenë kukula. U keq përdor në shkallë ekstreme, u shet çdo gënjeshtër. Nesër është anti-miting. Dhe mos guxoni ta organizoni. Nesër është anti-miting. Ku është vaj që e mori gjatë Palaskën e Ramës në Pallat Kongreseve, që i qej si kështu disident kë Erioni, ku është? S'ka sot fare. E pata po jo, e dekoroj bashkë me Gramosin. Ndaj dhe lerja ato, hiqni dorë nga anti-mitingu, hiqni dorë nga dhuna ndaj protestuesve paqësor, sepse i keni hedhur ujë në karrosën e fëmis. Një zonje, i keni pato, hiqni dorë nga cilësor të turpshëm, hiqni dorë nga keqpërdorimi i asaj që quhet opozicë, që është krijesë mjerane, shërptore mjerane e qeverisë.
Zoti Vëngu, keni fjalën për procedurë.